Nuk e di ku ndihesh ti. Ndoshta je tek dita e premte, tek e shtuna, apo tek e diela. Nëse je akoma tek dita e premte, edhe je duke menduar ato gjërat që do të shkruash në kartolinë dhe premtimet që do të marrësh. Në fakt, ndërsa Jezusi ishte në kryq, ishin 3 kryqe. Jezusi ishte në mes dhe 2 keqbërës ishin njërë në të majtë dhe një në të djathtë. Edhe njëri prej tyre tha, ti je Zoti, tha, nuk shpëton dot veten, je këtu me ne. Kurse tjetri i kthehet shokut të tij. Ngjan pak a shumë si biseda e 2 foshnjave. E shikojmë këtë tek Ungjilli sipas Lukës. As ke frikë nga Perëndia, i thotë që në të njëjtin dënim, në realitet ne me të drejtë jemi dënuar sepse po marrim dëshkimin e merituar për ato që kemi kryer. Ndërsa ky nuk ka bërë asnjë të keq dhe kthehet nga Jezusi dhe i thotë: Zot, kujtohu për mua kur të vish në mbretërinë tënde. Mbase je akoma tek e premtja dhe vetëm po mendon kur Jezusi do të vi. Sa e bukur është se si ky keqbërës dinte që jo vetëm ai ishte Zoti, por do të kthehej përsëri. Dhe ai thot, kur ti të vish, i thot, kujtohu për mua. Unë besoj që atë që Zoti i tha këtij keqbërësi, ja thot kujdo që akoma nuk e njeh atë. Edhe ka vendosur që ta njohë tani. Atëherë Jezusi i tha, në të vërtetë po të them, sot do të jesh me mua në parajs. Edhe pavarësisht se ne besojmë që të gjithë do rrojmë nga 100 vjet, ne dim shumë mirë që fryma pa krijuesin është si të ishte e vdekur. Dhe Zoti thot sot, nëse ti sot më beson mua, unë do të jem me ty. Kështu që dua t'ju ftoj në këtë moment, nëse ti je akoma pa e marrë këtë vendim, dua t'ju ftoj në një lutje të thjeshtë, mbase sot është dita, pasi ke dëgjuar të gjitha fjalët nga shkrimi, të gjitha historinë, ti sot je bindur që Jezusi vdiq në kryq për ty. Edhe ka një krijues. Edhe ai vdiq që fajet e tua të mbaronin atje në kryq. Edhe bashkë me shpëtim nga fajet, ti garantove biletën për përjetësinë. Nëse do ta bësh këtë gjë sot, unë dua të ftoj në një lutje shumë të shkurtër. Edhe ti mund t'i bashkosh kësaj lutje duke thënë: Jezus, unë besoj që ti ishe aty në kryq për gjëra që i meritoja unë. Unë të ftoj të vish në jetën time të bësh sot dhe shpëtimtar. Unë besoj. Edhe i lënë në këmbë të kryqit të gjitha ato gjëra që më ngarkojnë zemrën, jetën e mbi të gjitha, pasigurinë për përjetësinë. Sepse di që ti e pagove gjithçka, atë të premte në kryq. Në emrin tënd të çmuar e bëj këtë lutje. Amen. Amen. Po ndoshta mund të jesh tek e shtuna. E di çfarë më kujtua ndërkohë që Altini po fliste. Altini e përmendi pak që Jezusi ju shfaq shumë njerëzve, po në mënyrë të veçantë 2 dishepujve në rrugën për në Emaus. Është shumë interesante sepse dishepujt janë shumë të ngatruar, Jezusi ju shfaqet i ringjallur dhe fillon t'i pyes çfarë keni, dhe ata janë duke thënë që po ne kishim shpresë. Ngjan pak me atë turbullirën, me atë konfuzitetin e të shtunës, ata ishin, po ky ishte Zoti, ne po e ndiqnim, ne kishim shpresë që ky do ishte mbreti, ato që kishin ato në kokën e vet. Edhe Jezusi filloi t'u shpjegonte nëpërmjet shkrimeve që në fakt kjo duhet të ndodhte. Por ishte një moment shumë i veçantë. Kur Jezusi theu bukën dhe ua dha, atëherë ata e njohën që ai ishte Jezusi. Nëse ti je tani në një të shtunë tënden, plot konfuzitet, faj, mbase gjërat nuk i kupton, Zoti ka qenë me ty. Dishepujt, kur e njohën Jezusin, i thanë njëri tjetrit: po a nuk na digjej zemra për brenda kur ai na fliste? Unë jam e sigurt
që ju e dini që Zoti ju ka folur, sepse janë ato momentet kur të digjet zemra për brenda. Por mbase je akoma në konfuzitet, a është vërtet ky Zoti? Edhe ti po pret përsëri për thyrjen e bukës, siç kishte ndodhur në darkën e Pashkës. Ti po pret për një shfaqje familjare, për një varg që e ke dëgjuar gjithmonë, për një situatë, për një rrethan, siç ka ndodhur më parë. Po Jezu ju shfaq dishepujve rrugës për Emaus në një mënyrë të re. Dhe ata e dinin që ishte ai, sepse u digjej zemra për brenda. Kështu që kështu siç jemi të gjithë, le të kalojmë një moment, edhe të shkojmë para Zotit, e të kërkojmë që le të jetë ky ai momenti kur ne na hapen sytë e zemrës, edhe kuptojmë po, ai është Zoti. Zot, faleminderit që edhe atëre kur nuk të shohim e kur nuk të ndjejmë, ti je afër. Ti ke premtuar që të gjithë ata që të thrasin ty, Zot, të gjithë atyre që u besuan u bën bijtë Perëndis, edhe ne jemi në një familje tani. Edhe ne jemi një me ty, siç ti je me Atin. Ti e ke premtuar, Zot, dhe unë e di që ti je afër. Edhe lutem për çdo që në këtë moment ka konfuzitet, ka faj, të ndjen larg. Zot, tregoj që ti ke qenë gjithkohon aty. Që ti ke qenë afër. Kujtoj tani fjalët e premtimet që i ke përshpëritur, Zot. Për lavdin tënde dhe në emrin tënd të çmuar, Jezus, lutemi. Amen.